Ajo është një nga zërat më të mrekullueshme të muzikës qytetase të viteve 50-60 dhe nuk mund mungonte një libër i bërë posaçërisht për të. Nën titullin Safete Toska, fisnikja tiranca e këngës, nga profesor Behar Arllati, vjen një monografi për këtë këngëtare të mrekullueshme. Profesor, është një kënaqësi t'ju kem në këtë intervistë dhe doja t'ju pyesja se çfarë ju shtyu që ta bëni këtë monografi. Monografinë për Safete Toskën i kam pas disa arshi për ta bë. Arshia parë është figura e saj e harruar, komplet e anashkaluar për institucioneve relevante që merren me muzikën, me kulturën përgjithësi. Arshia e dytë është perlat që ka lënë pas, këngët që ka interpretu, me të vërtet janë perla, dhe që Tirana fatkeqësisht i ka të harruar. Dhe arshia e tretë është mosha e saj. Mosha e saj 85 vjeç është mohikania e fundit e brezit të artë këngëtarëve, duke fillu nga Afsat Xhiberi, Lucia Miloti, Fitnet e Regja, Drita Papajani, Nailo Hoxha të tjerë. Domethënë kjo është e fundit e ngelur gjallë. Dhe këto janë 3 arshi të mëdha që kanë shtyr që të apropilej një monografi, domethënë pa kushte. Kur them pa kushte, me çdo kusht. Pa kërku asgjë, thjesht në baza vullnetare, që të mos harrohet një këngëtare si Safete Toska dhe këngët e saj që janë me të vërtet perla, megjithëse janë pak. Po të imponuar nga jeta e saj, rrjedha e jetës e saj që nuk ka qenë edhe mjakt. Ju tha që deri diku është e harruar. Sa e vështirë ka qenë për të mbledhur materiale mbi këtë figurë? Për të mbledhur materiale nga Safete Toska nuk ka qenë as pak e lehtë. E para për shkak të fondit muzikor, këngëve. Fatmirësisht unë personalisht e kam një fond kënaqshëm muzikor dhe i kam pas shumicën e këngëve. Në Gjakov, aty qyteti ku jetoj unë, janë kënu përmbi 12 këngë të Safete Toskës. Po ndoshta edhe më shumë, nuk i kam numëruar, po aty, kurse në Tiranë vetëm një. Dhe unë i kam pas fatin që t'i kem 90% këngëve. Ai 10% që im ka nxjerrë të lashe, sepse kam kërku në për fonde, në për miqë, edhe meze i kam siguru, edhe incizimi jo kualiteti i lartë. Megjithatë, e kam bashkë me monografinë, shkon edhe CD-ja, që ka 23 këngë, që janë një regjistrimet viteve 60, 50, 60, po që janë regjistrime kujtoj të kënaqshme. Domethënë pastërta, dëgjohet në fjala e këngëtarës qartë dhe domethënë kjo është ajo që është me të vërtetë unë e quaj një pasuni, që Tirana nuk e ka pas më përpara. Asnjëherë s'ka pas. Çfarë rëndësie ka ky libër, jo vetëm për këngëtaren, por ashtu edhe për muzikën shqiptare, të lehtë shqiptare të atyre viteve? Ky libër ka një rëndësi dokumentare. Së pari, sepse nxjerrën në sipërfaqe këngët komplet të harrume. Edhe vetë Safete Toska më thoshte, këte këngë vetëm kur e kam regjistru, e kam dëgju. Mo nuk e kam dëgju kurrë, asnjëherë. Radio Tirana për shembull nuk e ka lëshu kurrë. Po. Radio Kuksi jo se jo. Domethënë, edhe është harru. Këtu i alefajnë për shembull Radio Tiranës, një papërgjegjësi totale. Dhe me këto, domethënë me dalin në dritë të këtyre këngëve dhe të figurës së Safete Toskës, e cila ka pas licen përfundum dhe ka punuar në teatrin e operës e baletit si koriste, ka këndu mbi 20 opera. Në dirigjimin e Rozmarie Jorgangjis edhe Suzana Turkut. Dhe kjo është një merit që faktikisht janë disa fakte që dalin në dritë që nuk janë ditë, ose janë ditë edhe nuk është marrë kush me te. Po figura si Safete Toska janë me qindra në Shqipëri, fatkeqësisht. Fatkeqësisht se asnjë prej institucioneve shtetërore nuk merret me to. Nuk merret me to kontributin që ata kanë dhënë.
ai kontribut që është bazamenti i muzikës shqipe, sepse është kriju në vitet 50 edhe fillim vitet 60 dhe është shumë herët. Në atë kohë janë kriju gjitha institucionet muzikore, ma të mëdha në Shqipëri. Dhe po t'i harrosh themelin, unë nuk di sa ka sens kja. Domethënë, ta e kanë bërë një gabim jashtëzakonisht madh, duke ja anashkalu komplet këto figura, mes tyre edhe Safit e Toskës. Ju thoni një moment të librit që ishte e vështirë të gjendej përveç këngëve edhe fotot saj, pra nuk ishte dokumentim edhe të fotos deri diku pamje se si dukej. Ne në Gjakov nuk e dishim si duket. Unë i kam punu këngë të Safit e Toskës pa ditur se si duket ajo. Çfarë pamje ka, sa është e vjetër, kur ka lind, nuk dishim asgjë. Mirë po kur në rastisht e kam kuptu se mashtan që ka vdek, jeton në Itali, jeton në Greqi, gjithë farë variantash, dhe kur e mora vesh e takova edhe e vërdetova. Fotografi ka Safetja nuk është që ka shumë, ka, po aq sa për tu pasqyru është mirë. Bile se unë kam vu në Kopertin një fotografi kur ka duke këndu në moshën 15 vjeqare. Kopertinën prapa është sot si duke. Domethënë 70 vjet janë në libër. 15, 70, 85 vjet. Kjo është, them se mjaftojnë ato fotografi se nuk ka nevojë për dijet edhe ne kemi nevojë për zërin e saj, për këngët e saj. Profesor, ju e përmendët që këngët e saj dëgjoheshin më shumë në Gjakov, ndërsa shumë më pak në Shqipëri. Pse ndodh një gjë tillë? Pse është lënë deri diku në harresë në vendin tonë? Nuk e di, mund të jetë nga se ne kemi dashur. Në fillimet kur janë bërë regjistrimet e Safit e Toskës, sidomos këto në fillim viteve 60, 61, 62, 63, sepse në 63 përfundon karriera e Safit e Toskës. Regjistrime. Këto kur ka kalu me njëherë në Gjakov, se në atë kohë i kalëshuar Radio Tirana. Mirë po, jo me vonë anashkallim total. Dhe Gjakova i ka marrë, edhe i ka këtnu, e ka dashur, Gjakova ka dashur Safit e Toskën. Asi se ka ditur se si duke, po e ka dashur. Dhe jo këtnu, 67-ën, po jap një fakt interesant, 67-ën, Idris Dhomi e ka regjistru këngën, një këngë që e ka këndu më herë Safit e Toska. Domethënë dava 4-5 vitesh, ai e regjistron në disk vinyl, Jugoton. Kështu që në qyshën gjatë 7-ën ka fillu në Gjakov diqet me të madhe Safit e Toska, edhe më herë se gjatë 7-a. Po si do që tjetë, kjo është një periudhë që bon 50 vjet, 60 vjet, që e pëlqeja Safit e Toska. Dhe kurse çudia ime, thoshin kur fillova me shkru, thoshin ta tiranësit, ti që atjeshe ti Gjakov, erdhe edhe këtu për Safit e Toskën, ajo ka një këngë. Ti e di që e ka një këngë, unë e di që ka shumë atjepër, kështu që unë së merre me ty, që di veç një këngë, unë merre me këngë të saj. Edhe është e vërtet, tash kur doli se si dhja, gjithë, sa shumë këngë, të pa dëgjushëm. Tash jo keni pas Radio Tiranën këtu, kjo është problemi, dhe prandaj unë e qaj këtë fatë Safit e Toskës, po jo vetëm Safit e Toskës, jemi në dhjetra këngëtare fantastike, që janë totalisht pa njohura, edhe shket që këtu, ky fat në ra. Profesor, ajo ka qenë vetë te promovimi i librit tuaj. Si e ka pritur këtë libër? E ka pritur shumë bukur. Safit e Toska ka pas një fatkeqësi që në 2002 ka vdek quni, Armeli. Edhe unë kur ko marrë vesh këtë fakt se kam ditë, jam prek shumë. Koincidencë, Armeli kishte qenë gjenerati imja, 64. Koincidencë, unë se kam ditë. Dhe ta rrimë promovim, thashtë, ja, Armeli më vdiq, po Zoti ma qej Behari, për të bërë, po, që ma bëj një libër, nështë ai, po t'ishe gjallë, ma kështë ba.
Vetëm kjo flet për sa emocion, sa shumë emocion ka pas. Për qafon të putë të durët, që të 5 vjeç, edhe unë bile kur eftova vinte në Gjakov, ta bëjmë promovimin në Gjakov, mjek ma nalun, jo, se përbalon datë. Edhe shëndet ligë, do më dhënë, që apret, sot është njësëm kështë. Po, unë me këtë punë, si që ka thonë të tjerët, me një farë mënyre, në thoi se ja kam zgjatur jetën për një 4-5 vjetë. E po këta, sepse e shian vetën, e shian punën e saj, e shet që nuk i ka humbë mundi, kjo është. Profesor, çfarë punë duhet bëjmë ne, të paktën ose studiuesit, po dhe shteti vetë që figurat të tilla të mos i lëjnë harres, po të rikthej, sepse siç e thatë dhe ju, ka shumë figura të tilla që janë lënë harres. Duhet formohet një ekip, unë kujtoj, që të identifikoj këngëtarët e para punës. Ti mbledhi gjitha këngët ose veprat ose interpretimet që ata i kanë bërë. Edhe punë ekipore, mandej bëhet një lloj antologjie, të paktën antologji. Edhe të përmenden me fotografi, mos ju humbet merita. Unë vetë kam përmend libër plot, po edhe ma shumë nuk kam përmend, sepse ka shumë që unë i di. Dhe unë natyrisht nuk mund i bëj vetëm. Ma përpara kam bërë një libër për Xhavid Gjepën, bashkëshortin e Margarita Gjepës, që vdis tashi teatrin e Çim Gjepës, aktorit. Dhe atje nuk e njifshin absolut. Dhe Margarita u befasu kur pa ta bë. Këto janë figura që janë emblematike, Xhavid Gjepa ka këngë të lehta dhe popullore. Safet e Toska vetëm popullore. Mirë po, ato i ka qa. Niveli i këndimit Safet e Toskës është jashtëzakonshëm. Jashtëzakonshëm. Edhe mund barazot me Fiden Terezjet, me ndoshta edhe me Hafsa Zyberit, kurse niveli i këngëve shkodrane barazot me nivelin e këngëve të Lucie Milotit, Naile Hoxhës, pa problem, sepse janë vështirësitë teknike, interpretative, janë të njëjta. Profesor, unë dua ta mbyll të intervistë me diçka që ju shkruani në libër për Safet e Toskën, në qoftë se më lejoni. Ju thoni që Safet e Toska ka pasur një zë melodios, të ëmbël, me timbër të ngrohtë, me ngjyrën e bukur të mimezoj dhe regjistrin e saj. Ngjyra e bukur e zërit të rënqete trupin kur e dëgjoje, e të shkaktonte një ndjenjë admirimi. Zëri i saj është pak melankolik, e herë i trishtuar, por edhe pra dritë ngjyra e ndjenjash të sinqerta, ku ajo i këndon dashurisë, shka tregon se ajo është shumë inteligjente në përdorimin e teknikës së zërit. Ajo e përkëdhel këngën si një fllatë pranvere. Profesor, ju falenderoj shumë për këtë bisedë, por së dyti ju falenderoj më shumë për punën që keni bërë për të risjellë këtë këngëtare kaq të mrekullueshme të muzikës qytetese shqiptare. Faleminderit juve, Andi, që më dha mundësinë të shprehem, dhe ndoshta po më shpresoj që dikush sensibilizohet edhe e ndjek, sepse me të vërtetë vetëm s'mund bëj asgjë më shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit.